Familjet vlonjate përballen edhe me halle të cilat janë shumë lehtë të zgjidhshme. Vjollca Banushi, 57 vjeçe, për shkak se nuk po gjen dot gjuhën e përbashkët me komshiun, nuk po jeton dot sot në shtëpinë e saj. Kjo pasi fëmijë i saj që jeton në katin e sipërm nuk pranon të rregullojë një defekt në linjën shkarkuese të ujrave të zeza. E siç tregon edhe zonja Banushi, ujrat e zeza të fëmijës të saj përfundojnë në tualetin e shtëpisë së nënës së saj, duke shpjeguar edhe situatën. Vjollca Banushi thotë se banesa ku jeton nëna e saj, 82 vjeçe, vjen era fekale, si edhe është kthyer në burim infeksioni. Krahas mos dakordësisë me fëmijën e saj prej vitesh, Banushi tregon se është drejtuar në çdo institucion të pushtetit lokal, por nuk ka marrë ende asnjë zgjidhje. Për shkak se nuk gjen dot gjuhën e përbashkët me fëmijën, kërkon nga institucionet që të reagojnë e në rast të kundërt, thotë se do të marrë vetë masa duke bllokuar tubacionet shkarkuese. Ju falenderoj shumë një herë që erdhët sot, edhe dua t'ju drejtohem gjithë organeve kompetente të rrethit të Vlorës, që nga prokuroria, gjykata, policia e shtetit, policia bashkiake dhe nga kryetari i rajonit. Personalisht duhet t'i drejtohem kryetares së bashkisë, Bruna Mersini, që duke parë një ambient dhe duke qenë në një ambient të tillë si jeton nëna ime, një invalide e paralizuar në krevat, e kupton, të jetojnë në një situatë të tillë, është e papranueshme në këtë shtet. Ju lutem shumë, merrni masa. Kushdo që ka hipur në atë karrike dhe të drejtojë atë institucion, është një institucion që përmbledh të gjitha ankesat e këtij populli. Cila është ankesa? Ankesa e imja është nuk jetohet dot në këtë shtëpi, e kupton, kur gjitha fekalet e katit të dytë bien dhe zbresin poshtë në banjë. Nëna ime, siç e shikoni dhe ju me të gjitha këto gjëra, e kupton, unë e kam të pamundur që ta sjell nënën të vi të kryej nevojat e saj personale. E kupton? Të kryej nevojat e saj personale. Është e papranueshme era e fekaleve në shtëpi. Pse shkaktohet problemi? Problemi shkaktohet nga personi që është në kat të dytë. Kemi komunikuar disa herë. Disa herë unë jam drejtuar dhe kam shkresat e prokurorisë, ku prokuroria e ka mbyllur dosjen dhe ka thënë nuk është kompetente për këto probleme, po është problemi i bashkisë. Atëherë unë jam drejtuar bashkisë, duke marrë të gjitha me proces verbale që janë çuar nga policia e shtetit, nga policia bashkiake, nga kryetari i rajonit dhe të gjithë, dhe asnjëri nuk ka bërë asnjë gjë deri më sot. Pse vjen ky problem? Çfarë ka ndodhur? Dëmtuar tubacioni i shkarkimit? Unë nuk e di se çfarë është dëmtuar. Unë ka marrë specialist që e ka parë. Personi që është lart ka refuzuar, e kupton? Ka refuzuar dhe nuk dua t'ja di se kush është zotria lart, për mua unë dua të di që nëna ime personalisht të jetoj. Nëna ime të jetoj pa aromën e fekaleve, nëna ime është një nën, do me thënë, shëmbullori që s'ka ndruar asnjëherë llaf me komshin që ka vërdall. Çfarë do të bëni në vimësi? Çfarë do të bëj? Në qoftë se shteti nuk vë dorë, sepse unë i kam shfrytëzuar të gjitha instancat e larta të këtij vendi, të këtij qyteti, doja të thoshja më mirë, atëre po e marr hidraulikun, po e vendos një tap këtu, edhe siç e kam unë këto, kjo këtu është fekale, ky legen që zbret, është fekale ky legen, edhe ky është prezent, e kupton? Kjo është prezent çdo mëngjes, çdo drek, çdo darkë, e kupton? Edhe ja ku i keni edhe kovat e të gjitha duhet të ri këtu, e kupton, me arome me të tëra, se aroma e keqe nuk përballet dot më. Më vjen keq për zonjan Mersini, sepse është mjeke, edhe duhet të më kuptoj shumë mirë, e kupton? Çfarë i thon shëndet. Sa do i pasur t'jesh, sa do para të kesh, mbi shëndetin nuk e blen dot as me lek, thoj asaj zonje. Edhe unë në nëntime nuk e ndroj me as një gjë në botë, as me atë zonjën që ka pushtet atje, dhe as me as një gjë në botë. I lutem shumë shtetit të vëri dorë, ose ta rregulloj çfarë i ka ngelur, ose të komunikoj me zotrin që është lart dhe ta rregulloj, në qoftë se ata nuk marrin masa, atëre e marrun masën, siç thash, do marr hidraulik, ta bllokoj që nga lart, edhe persona që janë lart, ta mbajnë dhe ata një herë aromën e fekaleve që unë po i mbaj çdo ditë për kaq kohë. Këtë kam për të bërë unë. Prandaj lutem edhe një herë zonjës Mersini,
sepse është në atë karrige, mban atë institucion dhe është përgjegjëse për atë institucion. Të lutem shumë, zonja Bruna Mersini, të lutem shumë, jepi drejtim punës. A kupton? Nuk duhen shkresa dhe letra, duhet punë për këtë qytet. Shumë familje në Vlorë, të cilat kanë të tilla konflikte, i përshkallëzojnë edhe më tej ato, për shkak edhe të mos reagimit të dur dhe në kohë të institucioneve përgjegjëse. Rasti i zonjës Banushi nuk është i vetmi, pasi në të tilla situata janë edhe qindra familje të tjera në qytet.